militare, po bie në SPAK dhe po rrëzohet nga GKK-ja. Kujtoj këtu reformat e thella të zhurmshme në shëndetësi, të 4 kontratat i kanë SPAK. Kujtoj këtu reformën e zhurmshme në sa i përket çështjes mjedisore dhe administrimit të mbetjeve urbane. Kemi çështjen e inceneratorëve që ka dënuar një seri drejtuesish të gjitha niveleve për shkak të atij korrupsioni galopan. Pra, e ritheksoj komunikimi i akuzës ndaj zotit Myzyre ishte një nga episodet e shumta që ka kjo qeveri në raport me korrupsionin, në raport me faktimin e veprimtarisë korruptive të zyrtarëve të lartë, të cilët vjedhin shqiptarët për të vjedhur vota, për të bashkuar, për të qëndruar në pushtetet duke ricikluar veten, të ikë zoti Myzyre, do vinë një Myzyre ai tjetër, mund të jetë më i gjatë, mund të jetë më i shkurtër, mund të jetë më i dobët, mund të jetë më i shnosht, por sërish është sistemi ai i cili do të bëjë të sillen të gjithë si zoti Myzyre, dhe kjo nuk është gjë e re, edhe nga gjë e re në cilën shqiptarët do kuptojnë se po vjen një ndryshim, po bëhet diçka, është kur zoti Rama të thirrë me prokurori dhe ndaj zotit Rama të nis një procedim penal. Në momentin gjatë pjesës së numërimit, ishim në KZAZ, me ato miq socialist, ju thoja një batut. Partia Demokratike kaloi një tërmet fuqishëm këto 4 vite dhe tregoi që kishte bazament, kishte themele. Ndryshe ndodh me Partinë Socialiste. Ju jeni si ajo çadra që i man mes një shkop. Është Edi Rama. Në momentin që bie Edi Rama do ju zej çadra çifte ju. Dhe Rama e mban atë parti. Ju të tjerët jeni kështu, jeni në kuotat zero, që marrin vlerë vetëm në shifrat zero, që merr vlerë vetëm nëse ka një numër natyror para. Shiko, më duhet të kundërshtoj, jo pse kam ndonjë ndjeshmëri ndaj Partisë Socialiste, por thjesht për faktin që ne e dimë që Partia Socialiste ka një bazë të gjerë elektorale, nuk është kaq kollaj sa thua ti, kam përshtypjen. Dhe ky është fakt, e dimë të gjithë këtë gjë. Apo jo? Po, u provua që Sara Mile merr 21 vota, u provua që Arken Balla merr 5.000 vota më shumë se Edi Rama kur kandidoi në cilësinë e kryeministrit, u provua që Ceno Klosi merr 10.000 vota, u provua që një zonjë nga Pushmamursi del më e votuara në qarkun Lezhë, u provua, ka bazë votesh, qofse do vjen referencë 20 maj, ka bazë votesh, por ama janë vota të dala nga aktiviteti kriminal, nga akuzia ndaj administratës dhe vlerja votës. Mirë, me qenë se ti e përmendje kryeministrin Rama si shkopin që mban çadrën, po të perifrazoj ty, aty duhet kaloj te pyetja e fundit, në fakt tek samiti i NATO-s që po mbahet dje dhe sot në Hag të Hollandës. Më bëri përshtypje një reagim i yt në Facebook, Besart, ku qesëndisje, po themi kështu, mënyrën se si sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte shkonte me vrap, e pash edhe unë atë video, dhe takonte kryeministrin Edi Rama. Për te këtij momenti, po themi, qesharak apo qesëndisës, le ta quajmë si të duam, çfarë mendon se është projekti i portit të Durrësit? A është një projekt i rëndësishëm ushtarak që e fut vërtet Shqipërinë në hartën strategjike ushtarake të NATO-s? Egon, unë praktikisht atë bëra tragim se jemi sinqert, jemi në kohë luftrash. Pikërisht. Pra, jo kohë lufte, se s'jemi në kushtet e një lufte botërore, po jemi në kohë luftrash. Luftrat po provojnë që shtetet kanë prodhuar dhe zotrojnë armatim, ose më saktë raketa, që mundet që Shqipëria të jetë pjesë e rrezës së veprimit. Pra, praktikisht ne jemi të ekspozuar ndaj sulmeve të mundshme.
Dhe kur shoh sekretarin e përgjithshëm të NATO-s bën gjeste prej Karaxhozi, realisht filloi ngrej disa pikë pyetje. Ore, jemi ne realisht të mbrojtur duke qenë pjesë e kësaj aleance apo jo? Mos ke më shumë garanci në mbrojtje ushtarake nëse hyn në partneritet të drejtë për drejtë me. Po mirë, ai gjest ishte gjest miqësor, pse domethënë duhet ta etiketojmë si Karaxhoz sekretarin e NATO-s. E kam gjithmonë. Sepse jemi në kohë luftra, shikon. Mundet tani sekretari i përgjithshëm i NATO-s të besjellin të Atilla dhe para gjithë opinionit publik ndërkombëtar. E gjithë vëmendja botës ishte tek ai summit. Dhe shef sekretarin e përgjithshëm, është një funksion administrativ. Por prit, se je kreu i asaj aleanse. Aleansa e cila vendos fatet e pjesës dërmuese të vendeve të globit. Kështu që nuk mundet, është ky mesazhi që përcillet dhe nga aktet dhe nga gestikulacionet dhe duhet pak prezencë, duhet pak në radhë parë vendeve anëtare të përcjellësh atë sigurinë. Pastaj të përcjellësh një mesazh dhe vendeve jo mike të Aleancës së Atlantikut të Veriut që prit se këtu ke të bësh me NATO-n. Realisht, unë që jam pjesë e asaj aleance, nuk është se më përcolli ndonjë siguri e garanci që themi shqyqyr që jemi pjesë e NATO. Po ja, për shembull projekti portit të Durrësit konkretisht. Unë ta përmend. Dhe për të kaluar tek pjesa e portit të Durrësit, më bëri përshtypje gjatë takimit, dje kishte takim zoti Rama me zotin Rut, sekretarin përgjithshëm të NATO-s, dhe të dy kishin bërë nga një reagim. Zoti Rut në Twitter dhe zoti Rama në Facebook, ku zoti Rut pak a shumë kishte prekur pikat e diskutimit mes tij dhe zotit Rama, dhe porti i Durrësit nuk është të citoj askund. Ndryshe nga zoti Rama që ndër të tjera, pra përveç çështjeve të Ballkanit Perëndimor, ndarësimit të rritjes së investimit në vendet anëtare, ishte Rama ai i cili shkonte më tej dhe citonte portin e Durrësit si temë të diskutimit. Ne nuk e di nëse gënjen apo gabon të themi, të jemi më të moderuar në terminologji, gabon zoti Rama apo zoti Rut në reagimet, por jam i prirur duke qenë se njohim më shumë zotin Rama se sa është në gjendje të manipulojë të vërtetat, jam i prirur të besoj më tepër Rut që porti i Durrësit nuk është se porti i ri i Durrësit nuk është pjesë e agjendës së NATO-s apo e miratuar. Kështu që si çdo nisëm vendimarrje, investim, projekt, reform, që ka bërë kjo qeveri në 3 vitet, në 3 mandatet paraardhëse, ashtu do jetë dhe porti i ri i Durrësit që Rama tenton ta shesë si një projekt të ri dhe të mbështetur nga NATO, ndërkohë që pronat e ushtrisë i ka dhënë oligarkëve, ja u ka dhënë investitorëve strategjik që janë njerëz pranë qeverisë dhe rrethit të ngushtë financiar të zotit Rama. Qartë. Besart, mirë, unë të falenderoj për bisedën dhe për opinionet këtu në studio. Faleminderit ju për ftesën. Ishim me avokatin Besart Llogu, folëm pak për aktualitetin politik në Shqipëri, duke u nisur nga zhvillimet në Partinë Demokratike, por edhe nga drejtësia, nga SPAK-u dhe gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Një shkëputje e shkurtër, rikthehemi për pjesën e tretë dhe të fundit. Ja ku jemi rikthyer në këtë pjesë të tretë dhe të fundit të aktualitet për ditën e sotme, do të fokusohemi ku tjetër veç se tek temperaturat e rriturat verës që duket se po arrin maksimumin e tyre për këtë stin, e me maksimumin e temperaturave vinë edhe problemet shëndetësore, të cilat janë të lidhura me regjimin, me ushqimin dhe me mënyrën e jetesës. Tani për të folur pikërisht për mënyrën se si mund të përballohen problemet shëndetësore në kategori të ndryshme që lidhet pikërisht me stresimin e trupit gjatë stinës së nxehtë të verës. Unë kam kënaqësinë që të kem me mua këtu në studio mjekun imazherist dhe nutricionist Luciano Bardi. Luciano, shumë faleminderit që jeni së bashku. Përshëndetje. Kënaqësi të flasim për diçka e cila duket se
nuk e konkuron, po themi në pamje të parë, gjeopolitikën dhe politikën, ushqimin e përditshëm mediatik, por në fakt është më e rëndësishme se ato se ka të bëjë me jetën fizike dhe biologjike tonë. Tani, vapa ekstreme Luciano, po sprovon kategori të ndryshme të popullsisë, duke u fokusuar tek fëmijët, por sidomos tek, po themi, të moshuarit apo njerëzit që janë me sëmundje të ndryshme, si hipertensioni, insuficienca kardiake dhe problemet e tjera të infarkteve. Për ta nisur, si ndikon temperatura në sistemin kardiovaskular? Tani, zemra e të vjetërve ose zemra e moshave të treta është si një violin, i them unë, por si një violin e vjetër. Çfarë E vjetër? kjo që e vjetër, violin e vjetër, që është e ato çakurtuar. telat e muzikor janë të vjetër, janë edhe pak të dëmtuar. Ama tingullin e kam shumë të shëndetshëm. Pra, çfarë do të them unë? Kujdesimi i madh në moshat ose në kategorinë e tretë, që janë moshat e treta, i kanë ato telat e violinës, ose i kanë ato fijet nervore, ose arteret koronare, i kanë me një muskulaturë më të reduktuar, sepse zemra ka shtresat muskulaturës. Dhe ushqimet të cilat suportojnë, do themi dhe kur duhet dalin në diell, dhe kur duhet dalin, mund ta themi, dhe kondicioneri është i dëmshëm për këto mosha ose jo. Kondicioneri tepër të? Kondicioneri, do me thënë, ushqimet të cilat favorizojnë zemrën tek moshat e treta. Unë mund shumë të dua të specifikoj lëngun e mollës, panxari ka oksid nitrik, ka disa beta karoten, lëngu i lakërës, lëngu i limonit me pak mjalt, është shumë i shëndetshëm. Ka dhe disa çaj rabimor, çaj i barit të bletës, para gjumit, ose çaj i barit të blirit, ose lulje e blirit, është shumë e mirë për ulur edhe tensionin arterial. Por perimet, zarzavatet, frutat të cilat janë të stinës, lëngu i mishi, vaj i farave të kungullit, këto favorizojnë shëndetin e zemrës. Këto unë dua që të ndalem tek ushqimet cilat janë edhe me kalium. Sepse kaliumi tani është një elektrolit ose një mineral së bashku me magneziumi që mban fijet elektrike të miokardit, i mban të shëndetshme. Dhe këta persona ose kategoria e grupmoshës së tretë i ka këto fijet nervore ose arteret koronare më pak elastike. Dhe këta janë më të rrezikuar për infarkte, për bllokime të muskulaturës, për heart block që quhet. Dhe ushqimet që janë me shumë kalium, me flavonoid, me polifenol, domethënë me komponent bioaktiv, e zëm pjesa e bamjes ose bishtajoret ose suprat e lehta. Këto janë edhe për moshat e reja. Supa me kungull, supa me perime, supa me legume, supa me thjerëzat e bardha, supa me pjesën e lëngut mishit, supa me peshk. Çdo lloj supe. Protein edhe zarzavate. Çajra, çaj barit të bletës, është shumë i shëndetshëm, çaj lules së blirit, shumë i shëndetshëm, lëng me pak limon dhe me mjalt, shumë i shëndetshëm. Kosi kefiri që këto kanë prebiotik. Pastaj janë edhe oraret cilat ju mund t'i bëni dhe vetë në formën e pyetjes. Oraret se kur këta persona duhet të dalin. E zëm ora, vjet, pra rreziku, e kupton që duhet të kem pak kujdes. Oraret si 10:30 e mëngjesit deri në orën 4, deri në orën 16 ose 17 janë më të rrezikuar. Janë fasha të orarit të cilat janë edhe rrezet e diellit me një temperaturë më të lartë. Dhe ora 10:30 deri në orën 16:30 ose deri në orën 17 ose 5 me orën lokale, nuk rekomandohet që këto ose këta persona ose kjo kategori të dali, sepse fijet nervore janë më sensitive, muskulatura e zemrës, edhe vetë temperatura e tyre trupore nuk ka një rezistencë të tillë, dhe disa katekolamina, disa hormone rrisin pjesën e rezistencës dhe këta mund të kenë shtrëngime angina që në mjeksi këto, ose shtrëngime në krahëror, temperaturë, mund të kenë atë që quhet dridhje të pjesës muskulaturës, dhe këto orare është e mirë ati evitojnë orën 10:30 deri në orën 17 dhe më pas orës 18 deri në orën 20 ose orët e mëngjesit, ora 8 deri në orën 9:30 janë orare dhe fasha orari të shëndetshme. Dhe të jenë veshur me rroba të bardha, jo me rroba të errta, mund të mbajnë kapele, që këto i kemi përsëritur, dhe të mbajnë me vete pak ujë, ai ujë mund të ketë brenda aty pak rozmarin, gjethe borzilok për ta bërë ujin me alkalin, dhe persona të cilët kanë rreziqe ose kanë vendosur stenta me vete nuk duhet të harrojnë edhe një medikament, nitroglicerin. Domethënë nitroglicerina është shumë e mirë, mund të kenë një adelat, sepse këto janë shumë të shëndetshme dhe janë preventuese për kundrejt një rreziku kardiak. Pra ti mbajnë me vete persona të cilët kanë një strok, kanë kaluar një strok ose një hemorragji cerebrale, aspirinën ta mbajnë me vete sepse ka këshilluar dhe mjeku kardiolog. Hollus, që nëse bie, ai mund ta përdori, ose nëse ka ndonjë problematik mund të qëndroj. Pra medikamentet mos t'i minjanojnë.
ta marrin dhe ujin me vete, që t'jetë me gjethet e mendes, me rozmarinën, dhe uji t'jetë ambienti, mos t'jetë uji me akull ose mos t'jetë... Ambienti. Do më thënë uji ambienti. Nuk sugjerohet, po themi, uji në diferencë të madhe temperature. Jashtë shumë vape dhe uji me akull. Jo, t'jetë ambienti sepse të dehidraton edhe i bën dëm arterjeve koronare të zemrës. Këtë nuk e dia. Po themi uji shumë i ftohtë në temperaturë shumë lartë. Të dehidraton, edhe sportisht. Për shkak të diferencës së temperaturës. Të pH-it, e kupton, kur shkon te ente gjaku, direkt aktivizon disa katekolamina, këto katekolamina janë disa noradrenalina dhe norepinefrina dhe këto kanë efekt direkt spazmogenik. Do më thënë spazmogen do thotë i mbyllin ente gjaku dhe sportistët nuk pinë ujë të ftohtë. Dikur kur merresha vetëm me sport, kur isha më i vogël, bëhet fjalë amator, po themi gjithmonë, e kisha dëgjuar këtë që na e thonin jo ujë të ftohtë, kur je i nxehtë dhe pasi ke kryer aktivitet fort fizik. Po tani është momenti që thjesht të më thuash shkurtimisht arsyen pse. Sepse po them, në ato momente ne në trup kemi shumë hormone. Edhe kur ne marrim ujin e ftohtë, trupi aktivizon dhe më shumë hormone, një ndër këto hormone është edhe noradrenalina. Tani jo adrenalina, është një tjetër që quhet noradrenalin ose norepinefrin. Kjo i mbyll akoma dhe më shumë ente gjakut, trupi kërkon më shumë oksigjen dhe një ene gjakut mund plasi. E kuptoj. Mund të qahet. Edhe më të rrezikuar janë edhe, domethënë persona cilët mund të bëjnë aktivitet sportiv ose palestrat. Palestrat cilat bëjnë orë të vonat natës, edhe ujë ftohtë edhe pi energjike, është si një min mesat për zemrën. Mesat, qartë. Luciano, në fakt, unë do doja të ngeleshim edhe pak tek problemet kardiovaskulare, duke fokusuar tek ajo që njerëzit e kanë më shumë frikë, që është ataku kardiak, sidomos tek këto moshat rrezikuara për të cilat i fole pak më sipër. Tani, shkurtimisht, dhe kjo është për të gjithë, cilat janë shenjat që nuk duhen injoruar? Shenjat alarmante dhe masat? Dhimbja në pjesën e shpatullave nuk duhet injoruar, asnjëherë që ngatrohet me dhimbjet në stomakut. Si mund ngatrohet dhimbja në stomak? Domethënë ka persona që ndjejnë një dhimbje në stomak edhe mund të jetë një